Faqja Na ishte dikur sjell një opinion të Mithat Frashërit mbi të shkruarit shqip nga shqiptarët botuar në revistën Liria, Selanik, 6 dhjetor 1908. Një shqiptar kur merr pendën në dorë dhe zë të shkruaj, 1000 të vështira i dalin përpara, nuk gjen dot fjalë, nuk i lidh dot këto fjalë dhe të shumtave sudi ortografin. Duke qenë se gjuhën e flasim, këto të vështira e çuditin njeriun dhe mestohet pse ca gjuhë që nuk i di aq mirë për të folur, i shkruan më lehtë e në drejtë. Nga Mithat Frashëri, për të gjetur përgjigjen e kësaj, duhet më parë që të na mbushet mirë mendja se gjuha në të folur është e lirshme dhe me të shkruar është ndryshe. Njeriu nuk shkruan dot kurrë ashtu si flet, se një shkrim i tij bëhet i shëmtuar dhe për të qeshur, nëse nuk zbatojmë rregullat e shkronjëtores. Kur shkruajmë, duhet u vëmë re mirë fjalëve, frazave, ortografisë. Për t'i ditur këto rregulla të shkrimit, duhet që njeriu të ketë lexuar shumë, edhe ne shqiptarëve kjo na mungon. Kam parë shumë shqiptar që qahen nga rëndësia e gjuhës dhe s'kan marrë kurrë libër në dorë. Kam parë ca të tjerë që duan të shkruajnë pa marrë mundimin të lexojnë më parë. Që të mundim të jemi të zot të përdorim pak pendën, duhet të kemi lexuar, të kemi jo vetëm lexuar sa për të shkuar kohën, po duke vënë shumë re shkrimin, librat shqip që janë shkruar gjerë më sot. Duhet më parë të dim gjithçka mbi gjuhën tonë. Duhet të nxëm gjithë sa është bërë, sa është gatuar për shqipen. Këtu më kujtohet një anekdotë e vogël. 13 vjet më parë, me guximin që jep njeriu djalëria, desha të shkruaj ca gjëra në gjuhën time. Kisha kënduar që kur isha fare i vogël disa libra shqip, kisha marrë shije dhe dëshirë të madhe, desha të nis duke shkruar një dhe tregonjë, për të bërë një varg librash diturak. Edhe dorëshkrimin ja shpura Naim Frashërit, që ta shihte. E kam si sot në mend. E këndoj, duke vënë shumë re disa faqe të defterit, këndoj nga mezi dhe nga fundi. Mandej me atë zë dhe mënyrë, me ato fjalë që ai dinte t'i thoshte aq mirë, më dha këto këshilla. Gëzohem që ke shkruar, por mos u lodh. Të këshilloj që më parë të këndosh gjithsa libra shqip, edhe këta janë të shumtë që kanë dalë. Këndo dhe mëso edhe shkronjtoren, se shkronjtoria është rrënjë e gjuhës. Pa ditur mirë rregullat e shkronjtores, nuk mund të shkruash drejt e bukur. Këto fjalë gjithnjë i kam ndërmend, se këto fjalë na rrëfejnë të metat tona, të metat që kanë gjithë ata që shkruajnë. Librat që janë shkruar gjerë më tani si janë të shumtë, po sa vallë mes të tyre janë shkruar mirë. Një këndim me pak vërejtje do të na tregoj se ata që shkruajnë pa lajthim të madh janë fort të pakt, shumë të pakt. Më të shumtët e tyre që shkruajnë, për fat të keq, s'din as më të parat rregullat e gjuhës sonë. Duke shkruar, s'marrin fare mundimin të mestohen për bukurinë dhe thjeshtësinë e gjuhës. Ata s'kan matur kurrë thellësinë e gjuhës, hollimet e saj, dhe kjo padije u jep guxim i bën të besojnë se janë shumë të ditur. Edhe kështu, shkrimet janë plot lajthime gjuhe, shkronjtorore dhe ortografie. Lumo Skëndo, botuar në gazetën Liria Selanik, 6 dhjetor 1908.